cilat janë procedurat që bëhen pas arrestimit një personi? Që shkon krejt kjo hapësirë? Po, atëherë procedura penale i ka disa faza, zyrtarisht si faza e hetimit, faza e ngritjes së aktakuzës dhe deklarimet, faza e shqyrtimit gjyqësor dhe faza e mjetit juridik. Kur konsiderohet se fillon procedura penale, zyrtarisht fillon me aktvendimin për fillimin e hetimeve. Aktvendimit për fillimit të hetimeve i prin arrestimi. Arrestimin e bën policia, po me çdo mund të ta bëjë edhe dikush tjetër, po me kusht që personin e arrestuar ta dorëzojë në polici. Sa i përket arrestimit, masi edhe përmendet që mundet me bo edhe prej dikujt tjetër, sa keq përdoret arrestimi? Arrestimi keq përdoret, madje shumë, sepse personi arrestohet kur kapet në flagrancë në kryerjen e veprës penale ose nëse është në kërkim. Tek ne është duke u keq përdor dhe fatkeqësisht po ndodh shumë shpesh. Cilat janë disa lloje prej këtyre keq përdorimeve që ndoshta mund na tregu? Nëse nuk je në listë për kërkim, nëse nuk je kap në flagrancë duke e kryer veprën penale, atëherë i bjen që është duke u keq përdor. Çka është diçka jo normale dhe jo ligjore që është duke ndodhur tek ne, është duke u praktikuar një procedurë pa parapar ligjërisht, domethënë që po ndodh, është kërkimi policor apo siç njihet ndryshe edhe stop lista. Pra futet personi në kërkim policor dhe qëndron ashtu me vite të tëra. Urdhër arresti i lëshuar nga gjykata ka afatin 365 ditë, ndërsa kërkimi policor pa afat. Dhe kjo po praktikohet si urdhër arrest. Pra është diçka jo ligjore dhe diçka jo normale që po praktikohet dhe është në interesin publik edhe që të dëgjohet. Ose shpesh edhe neve si gazetarë me ka ra me pa ose me shkrujt vet lajmet që dikush është arrestuar që ka qenë i kërkuar para 4 viteve ose diçka e tillë. Po, është jo ligjore. Po, është jo ligjore. Personi që arrestohet shoqërohet në stacionin policor, aty ndalohet për 48 orë. Brenda 48 orëve është detyrë e prokurorit të shtetit të vendos a të paraqes kërkesë për saktimin e masës së paraburgimit në gjykat. Nëse po, gjyqtari i procedurës paraprake cakton seancën dëgjimore dhe merret vendimi se a do të caktohet masa e paraburgimit apo jo. Po, tash te këto procedurat, po menaj, po them ashtu ma të imta që janë mandatoje, kur merret në pyetje, çka ka drejt me fol ose që shkojnë çto procedurë? E para, kam dëgjuar shpytje shumë e shpeshtë pas vordit i telefonit, në momentin që kërkohet nga policia duhet me u dhënë jo, nuk je i detyruar me dhur asnjëherë pas vordin e telefonit, është e drejta jote. Ke të drejt në avokat, me patjetër, të njoftohet një person i afërt i familjes, me u njoftu se për çka je ndalu, ke të drejt me u mbrojt heshtje. Do me thonë krejt këto janë të drejtat e tua që duhet me këtu lexu nga ana e policisë edhe me zgjedhti se cilin po don me vazhdu tutje. Është problematik tek ne çështja e caktimit masës paraburgimit, mos them jemi duke pri në vendin e parë në Evropë për që po caktohet në masë të madhe paraburgime dhe është pak edhe shqetësuese. Sa është e parakohme me mbajt një person paraburgim? Vendimin gjykata e merr për 30 ditë. Do me thonë vendimi i parë që i caktohet masa, pastaj mundet me u zaventu me ndonjë masë tjetër, ka masa të ndryshme, është arresti shtëpiak, është dorëzania, është paraqitja në stacionin policor, mundet vazhdojmë plus 2 muaj e kështu me radhë, po që 30 ditë është fillestare. Po kështu krejt në përgjithësi, derisa të shkon çajo çështje, derisa të zhvillohet ose derisa të arrin që ato që po dojnë hetimet e Po, hetimet brenda 2 viteve duhet me përfundu. Brenda 2 viteve? Po, brenda 2 viteve. Ka raste të jashtëzakonshme që kërkohet me ushty afati, po që brenda 2 viteve përfundojnë hetimet dhe që ngritet aktakuza. Kur në momentin që ngritet aktakuza, kanë përfundu edhe provat janë mbledh, bashkangjitë, dorëzohen në gjykat dhe pastaj fillojnë seancat fillestare, shqyrtimi gjyqësor, fjalë përfundimtare dhe një dënim, varësisht prej veprës që është kryer. Ti si avokate, kur e merr mas pari një lëndë për me shqyrtu, qa i thut arrestumit për me fol kur merret në pyetje? Po, unë i mbroj shumë interesat e palës tem që është drejtu të unë, në momentin që më autorizon, unë mendoj që ai po m'jep, po ma beson mu komplet qenjen e tij edhe duhet me mbrojt në mënyrën më të dinjitashme, duke e ditë që është edhe profesion i shenjtë, edhe duhet me kry në rrugën më të mirë të mundshme. Dhe
unë e shikoj se ku jemi, çka kemi para vetet. Për mos me inkriminu veten, zakonisht nuk i preferoj me fol, dhe varet krejt prej rasteve. Shpesh herë në shoqërinë tonë them ashtu si paragjykim, nëse veç një avokat si një avokate e marrë një lonë për me shqyrtu edhe personin që jem të e mbrojt, dihet që është fajtor. Ndoshta në bazë që aty neve fillestare që ato pikave fillestare që i shua me ka vra dikon nëse diçka, qysh një është si avokate ose qysh e merrajnë si kërcënim, si paragjykim prej tjerëve, Për që jenë të është të e mbrojt një kriminal. Qartë. Për këtë ekziston parimi i prezumimit pafajësisë, pra deri në një vendim të formës të prerë, çdo person që dyshohet apo akuzohet për diçka është i pafajshëm. Nuk është e lehtë, ne si avokat, sidomos për femnat, është shumë e vështirë, jemi të kryqëzume, duke qenë se shpesh herë përfundojmë edhe si pandjenja, tingëllojmë shumë si materialiste që po e bën veç pse po mundesh e kështu me radhë, po që është profesion që don shumë përkushtim, edhe do të me punu shumë për me arrit më të mirën. Po ndalemi pak sa i përket vrasjeve të fundit që ka ndodhur në vend. Cila mendon që është arsyeja që janë të ndodhur që ka shumë, a është ligji shumë i butë, dënimet nuk janë të parafame që ashtu që duhet, por që ato sa që e ta kryni tën, ose cila mundet me konë arsyeja? Atëherë problematikë që duhet vu theksen janë veprat penale, vrasjet që janë duke ndodhur tek ne. Fatmirësisht tek ne nuk ka shumë raste ende të vrasjeve me pagesë si në Shqipëri. Pra kjo është një e mirë kur krahasohemi me vendet e tjera rajonale që i kemi afër. Por fatkeqësisht viteve të fundit sidomos janë shpeshtu shumë për arsye të ndryshme, mos them për arsye shumë banale, për probleme familjare, për probleme personale mes vete. Gjendja ekonomike ndikon shumë. Pastaj papunësia, domethënë gjendja ekonomike, probleme mendore, trajtimi i tyre, sepse tek ne ekziston edhe paragjykimi nëse trajtohemi, kemi nevojë të trajtohemi me psikolog apo psikiatër. Ne jetojmë me paragjykim se tash unë nuk jam mirë, edhe nëse shkoj me u trajtu edhe e kupton dikush, unë nuk kam me dal normal, e që është shumë e gabume, se nëse vendosim me u izolu, mos me u trajtu, pasojat kanë me qenë të parikuperueshme dhe shumë të mëdha. Pasojat që po lën mas shumë të vrasjet janë ato kur po ndodhin mes bashkëshortëve. Aq më tepër kur ka edhe fëmijë, janë po aq të dhimbshme, po edhe me pasoja afatgjate, mos them të përjetshme, sidomos tek fëmijët. Sipas ligjit, cili është dënimi më i rëndë në Kosovë? Dënimin më të rëndë me kod penal të Republikës së Kosovës parashihet dënimi me burgim të përjetshëm, i cili dënim hyn te dënimet kryesore. Këto dënime zakonisht shqiptohen kur kemi të bëjmë me vrasje me vepra penale të rënda, si vrasjet e rënda, krimet kundër njerëzimit, kundër rendit kushtetues, e kemi edhe rastin Banjska, që tani më është duke në shërtim gjyqësor, unë aty përfaqësoj të drejtat e palës së dëmtuar, respektivisht e një zyrtari policor, të akuzuarit të rrezikojnë të dënohen me burgim të përjetshëm për veprimet që akuzohen se i kanë bërë. Pastaj kemi dënimin me burgim, që është nga 30 ditë deri në 25 vite, më parë ka qenë 40 vite, më pas në vend të dënimit me vdekje është fut dënimi me burgim të përjetshëm. Fatmirësisht që është heq dënimi me vdekje dhe kemi tani dënimi me burgim të përjetshëm. Dhe kë në momentin kur mbushën 30 vjet dënim i ka mbajt i burgosuri, po i akuzuari, atëherë nëse janë plotsu disa kushte, ai mundet edhe me kërku që me u liru nga burgu. Qysh e dim vendin tonë, shkurozimet janë të ndodhur masivisht, mos tan për ditë, po ka raste. A e ke ndonjë rast që mundesh me veçu dhe që ka qenë pak më i dhëmshëm ose që ke pas pak më shumë problem derisa ke dalë që të për me zgjidh krejt ato, ose ç'është janë procedurat e shkurozimit? Si raste janë shumë të ndihshme, shumë të dhëmshme, aq më tepër nëse vetë je nën, ke fëmijë, në fillim të karrierës i kam përjetu rënd, kur e pash që duhet me u ndal, se përndryshe nuk mundesh me vazhdu punën ashtu siç ti e ke synim, ka me qenë problem. Po, trajtoj shumë raste me shkurorëzim. Realisht në fillim
kam dëshirë dhe praktikoj me ju jap afat kohor me e provu edhe një herë, edhe 2 herë, edhe 3 herë, sidomos kur ka fëmijë. Kur ka fëmijë në mes gjithmonë është ajo, provon edhe një herë, nëse është që nuk ka diçka serioze, nëse është prezente dhuna, nuk mundem me i thonë re, qëndra edhe po. Jo, atëherë keni mos konflikte të thjeshta për gjana banale, për diçka që është te i kalueshme, provone. A ka ndodhur dikush që të ka thonë, "Okej, po e provojmë." Po, rastin e fundit, që është shkurorzu, që nuk ja dola one me i pajtu, sado që u mundova, ka zgjat me vite, ajo provimi mes tëne, po që nuk ja dola, ka çifti 3 fëmijë të përbashkët edhe u paraqet nuk mundova me ju ndihmu, pas sukses shkum në gjykatë për shkurorzim. Dashnia të ekzistuante. Edhe unë e mbrojsha zonjën. Gjyqtari po i pyet se keni vendos, po, edhe po deklarohet bashkëshorti i parë që po, jam përmundar dhe ka përfunduar gjithçka. Nuk dëshiroj ke me dëgju atë përgjigje. Zonja dhe më thot, çka po thot tash? Po thot që jo, ma edhe po fillon me qajt në zyre. Tash është ajo, na jemi kolegë përballë, me kolegët e tanë avokat, edhe është ajo egoja e jam që nuk du me pa klientën tem të qajt edhe ti po dënë me unda, unë jo, thash okej, keni provu, keni tentu, nuk po ban, vazhdojmë. Ju ka besu kujdestaria fëmijëve nanës, për cilën jem gëzu, kemi arrit edhe alimentacionin bukur mirë. Sot kanë raporte shumë të mira, që janë të shkurorzuar dhe fëmijët janë më të shëndosh, se dhe i takaj, edhe i shoh, se kur kanë qenë në bashkësi familjare. Po ndalna te pasuria, masi veç bëhet shkurorzimi, që shkon pjesa e pasurisë? Pjesa e pasurisë, nëse gjatë martesës pasuria është krijuar e përbashkët nga të dy palët, atëherë ajo edhe ndahet njëjtë. Do me thonë e marrin, nuk ka të bëj këto, jemi të kurorzuar apo jo, është çështje formalitete. Nëse keni kontribu me vitet të tona që tani më janë dëshmi edhe fëmijët, atëherë pasuria ndahet në mënyrë të barabartë. Edhe nëse s'ka kurorz. Edhe nëse s'ka kurorëzim. Është pasuri që te ke kontribu dhe ajo vërtetohet shumë lehtësisht, aq më tepër duke i pasur edhe fëmijët, kemi punu dët. Jemi kujdes për shtëpi dët, kemi rrit fëmijët bashkë dët, që i bjen është e përbashkët, edhe ndahet njëjtë. Nëse burri e ka pas banesën e tij të trashëguar nga prindrit ose e ka ble para martesës, banesa i takon, po nëse gjatë kontributit të përbashkët është bler bashkë, është investu bashkë, ajo ndahet edhe në mënyrë të barabartë. Përveç atyre që i ka pas më herët para se. Është pasuri e veçantë e tij. Ose e saj dhe bashkëshortja mund të me shku me veturën e saj ose me banesën e saj. Nuk ka të drejtë na, jo, është e veçantë, është e saj. Nëse me polec në rrugë është jashtë detyrës, do të thënë nuk është në orar, a ka drejt me të arrestu? Policia është në detyrë 24 orë dhe ka të drejtë me të arrestu nëse janë kriju kushtet ligjore, por asese pa u kriju kushtet ligjore, siç i ceka edhe më herët, nëse nuk je në kërkim ose nëse nuk je në kryerjen të një vepre penale që kapësh në flagrancë. U kapë në flagrancë edhe pse nuk je në uniformë apo nuk je gjatë orarit të punës, ti arrestohesh. Nëse pajnat të hynë në shtëpi, a ki drejt me i gjujt me armë ose në cilin moment ki drejt? Jo, përderisa nuk rrezikohet jeta jote, nuk ke të drejt me i gjujt me armë, për me mbrojt pasurinë për radh që e ke. Nëse sheh armë që është drejtu nga te dhe për rrezikohet jeta jote, atëherë patjetër se po, se je në vetë mbrojtje. A ka drejt shefi një kompanie me të largu prej punës pa e pas një arsye të fortë për largim? Nëse ekziston një kontratë me afat të pasaktuar, askush nuk ka të drejtë me të largu nga puna pa pas ndonjë arsye shumë të fortë. Fillimisht duhet jepet një vrejtje, siç janë këto i parashikojnë me kontratë. Gabimi tek ne ndodh se para se me fillu një vend punës, ne nuk shikojmë se çka po nënshkruajmë ose se çka është para parë me ligj, për ta ditë për veten tonë në rast se ndoshta ne jemi ata që duhet heqim dorë nga ajo pozitë e punës për arsye tona personale, ta dim paraprakisht sa afati kemi lënë vetes na me lajmëru shefin ose shefi sa ditë na kalon neve me na lajmëru që prej sot ose prej nesër ti nuk jem punë. Kështu që nëse ke kontratë me afat të pacaktuar, asese nuk mundet me ndodh, për ata edhe me ligj të punës janë 30 ditë afat që ti duhesh me ju drejtu gjykatës, më tutje për procedurat,
për me u kthyte në vendin e punës ose të paktën me i marrë përgjigjet se pse je pushu nga puna, veç me një kontratë duhesh me nënshkruft një dorëheqje edhe vazhdojnë. Me ligj sa orë një javë ke të drejtë me punu? Se duhet me punu? Me ligj jam parapar 40 orë pune me pushime të parapara sipas ligjit që janë caktuar. Shumë e bukur je. No, faleminderit shumë. A ke pas komplimente ose komente prej klientave që i të pasë se merë me njerë që të ka ra me punu dhe që shemi, që shemi na gjanë këtë pjesë? Faleminderit shumë për komplimente. Kënaqësia më e madhe është kur e ndëgjon nga femra. Unë jam ajo që i vlerësoj shumë femrat e bukura. Po ka ma shumë në këtë punë në profesionin tim, ka ma shumë paragjykime që nuk mundesh ndoshta me qenë shumë e aftë ose shumë e zonja për me ushtru këtë profesion, se në momentin kur ju del klienta shumë e kurume, ka e merr kohën mas nej për me u përgatit, për procedurë, për me shku me të mbroj, sa i shkon zane. Kështu që ka komplimente, vazhdimisht, ka edhe komente negative, na jemi popull shumë paragjykues, është shumë e rëndë për neve si femra me vazhdu tutje me këtë mendësi, me këtë mentalitet. Po uroj shumë me ndryshu, mos me paragjyku, kështu që po, ka komplimente, ka komente negative, pozitive, krejt këto na shoqërojnë çdo ditë, po që është mirë me i ditë synimet, qëllimet e tua, me njoh veten tënde, edhe mos me u ndiku prej komenteve që sillen përreth. Ndryshe nuk arrinte suksese, po unale dhe dëgjove secilën fjalë që t'hyn vesh. A të ka bo najherë dikush kompliment për klientave që e një ciklet, ti kështu është edhe duk më marrë me ta, se e ke pas për shqipru Londën gjithësore, që shja ke bo, se që hik? Jo, është interesant kjo paraqitja ja me para klientave, shpesh kritikona që jam shumë e sartë, avokate bre pak ma jo, ma tregon çështjen, çka kemi me procedu na tutje, normalisht që unë e bëj ma të mirën, unë ju thom, ti dush ma tregu mu komplet vërtetën, për me di çka me folun për ty në gjykat. Se po nuk më tregove ti mu drejt, ashtu si qëndrën situata, çka du me folun për ty atje. Kështu që kemi raport shumë të mirë, unë jam shumë me mfat edhe shumë e lumtur për klientelën që e kam, ma vlerësojnë punën, mundin, po edhe unë i vlerësoj shumë për besimin që ma ofrojnë mu në momentin e nënshkrimit në autorizimit.